Ishte viti 1949, në kampin e Tepelenës, në ish kapanonet e ushtrisë italiane, të përshtatura si vend izolim për të internuarit, kryesisht familje të arratisurve antikomunist, mbërrin edhe familja e Çunqi Hajas. Dalina, nën me 3 fëmijë të mitur, veç dhimbjes për djalin e pushkatuar Ukën, për burrin e vrarë, po ashtu edhe djalin e madh Gjeloshin të arratisur, duhej t'i bënte ballë jetës së re në këtë kamp të tmerrshëm, ku vdekja bënte roj ore çast. Marku, djali i saj i tretë, i vetmi që i kishte mbetur pranë, ishte 15 vjeç, Prenda ishte 12 dhe e vogla ende nuk i kishte mbushur 5 vjetët. Aty në atë kamp, ku për çdo ditë merrnin lajme të kopshme për fëmijë të vdekur prej urisë apo sëmundjeve, për të tjerë fëmijë pleq që lëngonin në shtratin e vdekjes, aty Dalina duhej të bëhej e fortë e të mbante gjallë veten dhe 3 fëmijët e saj. A do të dilnin të gjallë nga ai kamp? Si do të rrithte filli i jetës së tyre nën persekutim? A ishte mbyllur kalvari i tragjedive në kullën e tyre? Prenda ishte njëra prej fëmijëve të Dalinës. Në atë kohë ishte rreth 12 vjeç. Ajo dhe i vllai Marku, 15 vjeç, ishin një garanci për Dalinën në kamp, duke ju abesuar atyre vajzën e vogël që ende si kishte mbushur 5 vjeç, Dalina mund të shkonte e të punonte jashtë kampit nëpër familjet e grave tepelenase, të cilat i çmonin shumë punët e saj të dorës. Fakti se i shoqi, pra babai i Prendës, ishte heroi i popullit, e kishte ndihmuar Dalinën për të pasur këtë mundësi mbijetese. Prenda thot se ajo dilte për çdo mëngjes nga kampi për të punuar, e duhej të kthehej me do e mos në kamp në mbrëmje, kur bëhej apeli, aty ku e prisnin fëmijët e saj të mitur. Kjo ishte e vetmja rrugë për të mbijetuar, thot Prenda, pasi ata nuk kishin asnjë ndihmë tjetër nga të afërm apo familjar. Me fitimet e Dalinës mbijetonin 4 vet, ajo dhe 3 fëmijët. Punushëm dhe për shpia gravet, ne punëtore në neme, bon ke vek si bonshin. Ajo, u garkuke plët, ja u shuke, ja u shpërdoke, mërë shëndot, fëmis, mos të tjetër. Ne që zëtë njeri i gjallë mi këtë toks në ramas. Po s'kish kush, motrat mi jamu në rëshin të Beleni. Lëpën atra jo po shkojnë me Dalinën, as njerit mi këtë tokë nuk e kanë vëndeja. Ti jemi ardhën najdje, ti jemi ardhën prandje. Kur të lypë, se ta ishin ushtëria randë. Por, edhe pse fatlum për këtë fakt, që nëna mund të punonte të sillte ushqim, sërish në kampin me tela me gjemba dhe roja të armatosura, fëmijët e Dalinës përballeshin me rreziqe të pafund. Një prej tyre ishin sëmundjet ngjitëse, që në 2-3 raste ishin shndërruar në epidemi aty në kamp dhe kishin shkaktuar qindra viktima. Prenda thot se në këto kushte jeta në kampin e Tepelenës ishte një ferr i vërtet, sidomos për ata që nuk mund të punonin dhe as kishin ndihmë nga familja. Ajo thot se askush nuk mund ta imagjinoj se si ndihej një fëmijë aty që torturohej 24 orë rresht prej urisë çdo ditë. O konë të merë, mëtër. Buka shek e shtroshkëllë, mëshin. A ishtë, më ramë se kini pje kesh, ishtë bamë, vesh, soj ishtë rreshke e prëshën, dishen unë, i kapi fëmijën atërë, në rëshajtit shëndohë, shkon me dekët e tonë, atërë edhe në qamërija, me gjanë në rëshajtit shëndohë, të uvët. E i dhënëshin e bëj në eme, me kova hekurë. Në dorë e shohë e shpërdoj fëmisë, se i ki kap tifa, e dekshin e rambë. Sa mujti. Prenda kujton se ajo periudhë që ata vuajtën internimin në kampin e Tepelenës përkon me kulmin e epidemisë së tifos që kishte rënë aty. Ajo tregon se vdekjet ishin aq të shpeshta në kamp sa ulërimat dhe vajtimet nuk rreshtnin për asnjë moment.
Për të gjitha ata, humbja e fëmijëve dhe e të afërmve ishte vetëm njëra pjesë e dhimbjes. Pjesa tjetër dhe që rëndonte më shumë mbi ta ishte humbja e varreve, pasi komanda e kampit i kishte ndryshuar vendvarrimet 2 apo 3 herë, derisa më në fund i varrosnin buzë lumit dhe sa herë ujërat fryheshin, eshtrat përfundonin në vjos, duke humbur çdo gjurmë. E pyes prindën, a ishte vështirë të mbjetoje në ato kushte, sidomos për motrën e saj të vogël që nuk i kishte mbushur ende 5 vjeç. Po sësish, për tonë fëmija shkuan. Ata i kanë vëdua mi dhëmë, i kanë djeke, i kanë pashit të vjosat e Pelenës, i ka marrë tënë, i ka marrë vjosat e Pelenës. Bëshin krenat, thënë, motër. Deri ditën që do të vinte fleta e lirimit për ta, në kamp, Dalina dhe 3 fëmijët e saj do të përballeshin për ditë me ankthin e vdekjes, por edhe kur ajo ditë mbërriti, sërish ata nuk mund të iknin prej aty. Prenda thot se për mungesë të mjeteve të transportit, ju desh të qëndronin aty në kamp edhe 5 javë të tjera pas lirimit. Ne ka dol lirimi, zashë se të 5 javë s'kishim me shavim, jena me të liruam. Po s'monë një shim kamp, a me të s'ke motra, 5 vjeqa. Kur ka ardhë makine ushtris me thasarshin, pa që do janë konvesh, të ushtris. Mil, ne ka morë në të geri, ne ka hikëm. Në të rikete në më thasë milit, kemë shkue e ne kanë qitë në leshë. Se ka bo makina ka bjen leshë. Sta harroj një. E ne ka prunë. Sa rohet atë në të ure atë për leshës, janë shku ne kanë shni një tunel. Shenje bërës të hi. Dhe si s'diqëm. Me gjithë familje si shprinesh. Në najdje, pa ka ma të rëdeshke, se si shmakinë kërkun. Vëshën edhe desha, tregu në Shkodër, erdhen karrocat atëre, në najdje. Duel drite po shajshën e bore, kem dëllë më rrugë, ka thoni burë, tha. Del një qadi, tha se vinë karrocat. Ata arshin me dëllë me shëjtë gjahë e sa dhe ka dëllë në eme. Tha, po hajde po jeni shumë, ajo ish 5-6 lajë. E ishim në 5, mirë, po, ne kanë marrë ato karroca, kur se harroj. Ne kanë qitë në Shkodër. Jena shkua 3 ditë me bon kam, atre me shkua se u deshke me shkua atje. Ato 3 ditë rrugëtim në këmbë nga Shkodra në Nikaj Mërtur, prenda kujton se ankthi për çfarë i priste atje në fshat nuk i lëshoi për asnjë çast. Qindra pyetje vërtiteshin në mendjen e Dalinës. Ku do të strehoheshin? Kulla e tyre ishte djegur, bagëtit dhe gjithçka kishin, ju a kishin marrë. Si do ta ndërtonin jetën nga e para? As s'kena gjetë. 2 lan si lam, as 7 dhej si lam e 5 ella. Marë shteti, thënshin, se kush e ki marrë dhe zoti. Hajt lyp për kukun. Vesh ki pa marrë zhjane e mikut, e ki pa shti në shpitë. E ka për të hamolla tona, si i preshin dushkun, e i kanë shti, kur i kajmë gjetë në maram në shpitë, tha, po kështu qysh, tha i ka thonë, mira shnot. E po shake ka duhet, tha, e mojta, po e sa moj, tha me shti gjanë, ta janë shkut, hala eme e motra eme. E kanë hapa dherë, e u kanë hapa, se u tranuan atër, po. Me ako për në dhinë për laku me pi, kur sa harroj, të shbala. Se që ashtu i thonë, e u bon 7 copa dhisin e i pruni meshja kumare kushish, e pastru në shpin, e në lu në shpin, e himë në shpitanë. E në prunë me hangër që zëtën 12 muaj. Sa rëjëm, një. Prenda kujton se jeta në fshat do të ishte e vështirë. Meraku për vëllain e ratisur dhe fatin e tij atje do t'i gërryen te përbrenda.
Dalina do të jetonte gjithë jetën që pasoi me mungesën dhe mallin për të. Në atë mungesë dhe dëshpërim, ajo do të vijonte jetën me 3 fëmijë të tjerë, por sërish fati do t'i sillte një tjetër goditje që nuk durohej. Vllau jam punës me mish me shpirt Marku, njëna eme, mua më lanë nuse, e motra in 3 vetë aty. E martoj nona. Lanë, as si leu djale as shik, mirë bëll, e kapi operative tëra. Haj! Me e ban fuks. Markun, që ka vujt e ditë zoti, e më ka thonë, më ka shua fjallë, e ka thonë, se atra u lëllë. E na kësha ban ligë, kësha ban i ligë, jesëm të rëzi. Po, nejse ma, kur epi për operative, thërën 12 nënësën, 12 ditë, se rëhe, turture, operativi, Shqip. Po, me e ban për veti fuks, me i dalë dishimtar filanit. Tha, jo se koriti babën në varë, pas ka pa thonë, bërë të andën kur të është, hajtë se ta galzoj unë. Më ka shua fjallë, nona ka thonë, hajde se e kje vlanë të smurë, kom shkua vetë. Më ka thonë, burë jam hajtë. Kur kom shkua, as bezë të bardhë, që thonë, si shban ftyre e ti. Thotë prendë, ka talama në që të nënë. Po shë nënën, po e këtu me gjëgrua. Ja, amanet për talama. Shë zëtën 700 vjetës zbana ma me më torturue. Ma ka ban, jërë në sëtë nënës. Më thirëm vetëm. Mark, ka je ka shko? Unë kesho ka ik. Po ti jetëm kufi, mërë vla. Se për nënën më s'kitër të se moj vetë. Shë zëtën 700 vjetë ja. Kom fjetat nëntë, e ditë zoti se që shko fjete, që shko mëlaj, kom shkua. Tha, vënë, ka i hupë nënës. Mas nesri, tha, vje dalë atje, them që një ka shkodër, për burë tem, them, u ba perim kryet, se thënë ka kam dahet kryet. Mirë, bëllë. U pritë, lovat e isha burë tem, ka shtërgoj me shkua me djallë, me vla tem shkodër. Kur ka ardhë njeri, u kajtë para zotit. Thotë, i ka dekë nana për nanë teme. A jardë ka galzo, i galzohen, tha. Ka dekë, tha, mirë bëllë, tha. Rahatot, tha, se bëllë vojt i dalin lonja, ja ka baburri, ja me vihrame. Mosë mërzit. Jem shkua, më kanë galzo më rrugë. I grua, tha, ti shënësh për vlatë. Tjerë të kur t'ju është në, thash, o shyshja. A konë të merë. Jem shkre, më kanë kapë. Kur ku shkua, duhe me pa vlatë. Ata e ki pas atër. Ne i sa ma, ke e këshyro operativë. Ke atër shteti, sugorimi e këshyrëshin shapate, të ezpate, merë nanën në shërtime, merë të shoshën në shërtime, morën edhe mua, morën edhe vlarë. E din ti, se pse u varë, shkoj e ramë kënëp. Në i ku ramë kënëp, varë i vetën. Shëse të në tha 500 vjetë më të ka bjenë duart t'ju nësë jam. Filat malës Shqip. Se kjo ka ma bo, se veç amanet për talon anën. 3 herë reshtë. Jam shkuar kësit, e lypshna, aja i shkon, ke kontrollojnë, atër e merë balë. E kem vërrosë, ka shkuar. Ka thonë, kryetari këshillit, tha, galzo atër e rëdhe në rëthoj operativi, galzo. Tjetri, ish tjetri. Thot, galzo dalin, shapat, ja ka një ligë, se i thënë shënët i operativi, ja ka një ligë. Ja marë, se ka një ligë, po ka di dalin, full, a e ki pa dit. Galzo, kështë kopin ata. Nishë, mo, pranë tjedi, tha galzo, mo shqitu. I tha burri jam, tha, o zëf, e kish djelin e nipit nënzvet, vjehrësame. Tha, o zëf, nuk e pëse i vetë.
Nuk jep se I vetë. On ka një smurë, qështu ne ka galzuar, ne nuk dim gjanë tjetër. E a një këtha, hajt, se a tjetër gjanë. E kem rrosë ka tondi, që zotën si të pat ke vlazë, të pat vlaznit aty e krejtë. Me gjeloshin në arati dhe 3 burrat të shtëpis nën tokë, Dalina I kaloi ditët e pleqërisë në një dhimbje që stregohet. Prenda thot se dhimbja që e madhe edhe për të. Me atë dhimbje dhe peshën e persekutimit të pandërprer, do të vijonte jetën në familjen e saj të re. Vitet do të kalonin. Prenda do të bëhej nën dhe çdo fëmijë I saj do të përballej po ashtu me regjimin dhe me historinë e dhimbshme të familjes së saj, se I cilit prej tyre sa herë të mbërrinin moshën për të vijuar shkollën e lartë, do t'u pritej rruga dhe do t'u kujtonin se ata ishin nipërit e uk çunit që regjimi e kishte pushkatuar në sy të vëllait. Thuj e prekun, thuj këtu, bje këtu, rrest shtypën në më të naont, që zëtë në shkuash në punë të kooperativës, si shelsh në fjallë 3 herësat. E sharshin gratë e më rrëthushin, thushin, mos bëj që ashtu. Që mos me bathash. Më bënë djali, me shku në shkollë. Ishtin, u thanë, ja ka japim le, me bënë. Se u shue hapën shkollën e atyetër të shatit, se ish 1 orë e gjysë me ratë e shkolla e projete, nuk derashin fëmija klasë e por atje. I kinë pa thonë burrit tem, a mu në shatë sobës, t'i shtim këta fëmijë 30 fëmijë në ta të mësojnë si jetë. Po shosë zotën po. Ha? E në I ka shti, I ka bajt, e pasha dysnujt e balit, asin orëm si u bo këtë kooperativës, asin orëm s'nellan. E jo kërë u fëmis, mirë bëllë, je prekun, kur erdhë puna me shku djallin në shkollë, thotë, ja hapim bursën. Kur më thanë, jo, komunista, po alkoholja me I qitë, nuk mujmë, se ko, unë po shkatu u këshuni, unë po shkatu më këtër beksenimit I vlaj, kjo është s'ba, brite piskat e kokat, u shquar I thahi sa po pa të qenë punë. E shoj, në minje, në kam. Me djallë prej klasë 8, se së shtjetër, e me shkuan me hi në kam, me bunua. E me rrëdhe shkollën. Mirë, po qëfar shkollë marru atë, tha. Mirë, bëllë shkoj e najti 12 muaj e gjysë. E pa martue, prej meje se u smura atë. Prej meje kanë martue djallë. Thot, ty e këtu ka pushkatu vlau. Mëllë. Prenda thot se të gjithë fëmijët e saj njëri pas tjetrit do të përjetonin peshën e historisë së saj, se I cili prej tyre do të kishte pjesën e tij të persekutimit, që lidhej me pushkatimin e uk çunit dhe arratisjen në Amerikë të gjeloshit. Me dhatra për djallët, 2, 3. O thonë që zotën s'kena, a je shërzua shkamit, është me dorët me po 2 vjeseri, thotë, e për janë I mërë I shkollë ti djalli, burriem. E anik, ku e kje, mikun. Pa I ka shkua mërë miku. E se ka merret me mik tas me. I na e gjyshë ka, s'ka tjetër ka mëran. Erdhe e morën në ushtarë, nërë shajtit shandhue, najti 3 muaj. Në kërë 3 muajet, thënëshin rëtheja, se një më kone aty, po thënëshin shokët, shështu e kam gjithë grit, e 2 tjerë rëzue, e me kufja mre, lorë e gritë më kam, dekun e më tjokë. Veti 3 janë. Jo, I ka përftua raja, rëtheja. Lypja 3 burë jam për vlat, për djallë tjetër si e kom, të malin. Thot, jo, nik, s'ka, nuk ka. Thot, vetja, desi, të ka pushkatu e vlau, kësh me burë të me. Desi të ka pushkatu e tha vlau më këdër beksenimit. Më falë tha se di. Falë se di. Nësa ma shkova, thot, që beri mas thot djallit,
Njerëzit, si kush deshke, shko më rabirë në Tiranë, ish ministrën, që shi kanë pa thonë, di ne di. Shkova i ra shpora, mi alla për veterinarë, jo për bujësorën, teknikë. Mirë, e morë, shkoj e bani në tropoj, atë në Kolgecaj, mirë që soj shike, mësu me të në 10 i kina. Mos kina po atjetër veshëm fmit, e di zotë. Më thotë djali, thotë qënon, e shko bje prapë të sikuroja për në rekën. Mirë, bëllë, shkova. Thotë, po ti, a je konë këtu, tha edhe i herë. Thash, po. A ta shuën djalin, po, thash. Nëri që dash, jo, thash. Shtë mëra? Jo. Jalan kësoj për veterinare, ja. Edhe, si jalan e di zoti, që shko shku kjo në shkollë. Që kjo? Atre bërë të piskat, po në djali shkojnë minirë, se me të vjerën e kina 3 vjetë, më shtrip kjo, jo kjo nëllë, kërvati, sa vdo ke komen, peshu 3 vetë, së më në së vend. E kishën 9 fëmijë, e se lese disha ju. Thanë, tash me dy pensioni në. Thotë, ju dhanë e thotë, së të ka. Po së mëra, po së të ka mëra pensioni. Jo, mëlla. Prenda tregon se pak kohë më vonë i vdiq edhe i shoqi, duke ja lënë asaj gjithë barrën e shtëpisë. Ajo, me 6 fëmijë të mitur, duhet t'ja dilte vetë mban tashmë. Ajo kujton sakrificat e fëmijëve që dilnin të mblidhin bimë mjekësore në mal. Hinë fëmija baj, a i shtjetër gjysh më i malë me mlell ljule, dathë desh, malit, me fitua librat e vete, me bath i para pangë. A ka gjysh më të malë, e me të farua gjinin. A ka zë më i malë mi këtë tokë, s'ka. Si ku pa të në qëtë histori. Rëfimin e saj, Prenda e çun Qihajas, e mbyll me fundin e dhimbshëm të jetës së të vëllait Gjeloshit. Pas shumë dekadash të ndarë, pasi diktatura ra, ajo mundi ta shohë sërish vëllain e arratisur. Kur kopi demokracia erdhaj, eran shqip pa plak atre, se kim paq 50 vjetë. Erdha, i lollën, kap mërzia, po kësë jërë mas 50 vjetë të kalim. Thot, me përkallzua më të rëgjët që keni hek. Po që gjëllë shumë, po kur sënë dhe ne kanë qënë 9 muaj në Tepelenë, po ka thamërë në Tepelenë 9 muaj, mos fëllë, kallzëm drejtë, thamëtërë. Mirë bëllë, thot njëni, të kallzë jo. Se në mund rejnë njërzit. Thot që shtu e këta janë ardhe, janë hini i shpi, kanë najpë 3 vjetë, që shkanë jetu o këta e di zote, e i kallzëj arsyen tonë, të tonë pik për pik, tik. A jatra dhe u bënë dhe më i smurë. Dishtu shpjeme, e nalëm atra aty, shkoj në Amerikë, erdë, thotë në gradë fundit, thotë Gjeloshi. Atra erdë në kufi Kosovë, si i kom kush del të hojës. Erdë në atre, thotë shqitmanin, deshe shqitmanit e shpija eme në Kosovë, deshe shqitmanit të pranda në leshë. Kjo ki pa lypë më ardhë në leshë, në vend vetë. Kjo ke lypë më ardhë në leshë, Gjeloshi. Mirë, bëllë, erdë 4 muaj. I smurë, dish, e kemi shua në vendësit. Jalan fjallën djelë të mi, si të qojmë të babet të nane të vlau. Sa mund të mbaj shpirti një njeriu që ka përjetuar gjithë këto tragjedi në jetë? Prenda është shembull i një vajze që u rrit me dhimbje që srëfehen, me humbje të mëdha dhe persekutim. Një grua që u maturua me plagë të tjera si nën dhe jetoi një rrugë jetësore
që s'është e lehtë as ta tregosh, e jo më ta jetosh. Ajo është shembulli se si njeriu duhet t'i kalojë dramat e jetës me krenari e dinjitet dhe ta ruaj e ta përcjell historinë e saj si një gur themeli për historinë e dhimbshme të diktaturës.